drejtën. Po nëse në rast se Selin pas ikjes së Gimbo si rikthehet lojës me Mirin? E dyshoj. Do jetë gabimi më i madh që Selin do bëjë ndonjëherë. E dyshoj sepse vetë fakti që ajo u çua për ta ndarë Mirin nga Tani tek ajo zënka ku Miri u betu për vajzën. Tani, unë e dua shumë Selin si lojtare, po tregojmë realist, ajo për Mirin u ngrit, sepse nuk i pëlqeu. Kujtoj sikur ai do bënte diçka që doja agravonte, sepse tha, nëse vazhdon tha për kokë të vajzës, pra nuk u ngrit për Tani, është absurde. Dgjoj, patjetër që ka konsiderat për Mirin, nëse lojën derisa erdhi Gimbo, u shfaq Gimba me Mirin e kishte dhe kanë ngritur njëri tjetrin. Unë mendoj që duhet bashkohen. Nëse do rikthehet, do t'rregoj që nuk është luanesh dhe nuk është lojtare e mirë mbi të gjitha. Dhe në Instagramin tonë në WTF, dje unë e cilësova që ky është momenti perfekt për Selin. Selin nuk duhet ta humbasi këtë gjë. Vetëm te loja tani. Vetëm në lojë, as lloj romanci, as lloj Miri i ka ardhur në Vetëm luftë, vetëm luftë. Me Robertin, me Mirin, me... Më dëgjoni, Miri do e kërkoj rikthimin me Selinën. Patjetër, po do